Nuk është efektive si njeriu në përgjithësi. Duhet kaloj tek Bujari. Bujar, duke u lidhur edhe me temën për ditën e nesërme që e ka caktuar BSH-ja, mendon se portalet tek ne, me shkrime për shëndetësinë, smundjet ndryshme, japin, a keni dëgjuar filan studimi, thot kështu, ose filan ilaçi, a disa herë kanë zbulu ilaçin për kancerit. A mendon se këto kanë bërë një farë lloj situate, ku e di, dezinformuese? Ja, ilaçi që shëron kancerin. Kjo është njëri prej titujve senzacional. Që del vazhdimisht. Që ka dalë shumë të kaluamën, kohë të fundit ka nisë me u rrallu, po kjo ka qenë njëna për arsyeve pse unë e kam themelu për dalin gazeta Shneta në vitin 2017. Edhe e kam bo me synimin që me pas lajme sa më profesionale sa i përket shëndetit të njeriut. Dhe gjithmonë burimet sa i përket këshillave për shëndetin, sepse në portalin e postojnë vazhdimisht këshilla dhe ndjekën shumë prej lexuesve. Edhe burimet kryesore gjithmonë i kemi pas mediat kredibile ndërkombëtare ose revistat shkencore për cilave kemi marrë punime shkencore që i kemi kthy në artikuj gazetaresk. Bile kemi pas shumë raste kur profesionistë shëndetësor, mjek, infermier, i kanë marrë këto informata kur ju kanë dashur, qoftë në punimet ndryshme shkencore, por që i kanë shfrytzuar për nevojat e tyre. Dhe kështu kemi arrit me kriju një besueshmëri tek lexuesit. Por fatkeqësisht një pjesë e mediave, ato që qarkullojnë, nuk e bojnë këta. Por shtoja këtu edhe si më thanë, të keqen më të madhe është se ne e dim që në rrjetet sociale ka media, platformat cilat pretendojnë që janë media, por nuk janë, si më thanë, media konvencionale. Dhe shëndetin kryesisht e përdorin për dy arsye. E para, për me bo klikime, e dyta, për me shit artikuj ose produkte cilat nuk janë mjekësore, nuk janë profesionale, nuk janë shkencore. Në rastin e parë është lajmet ngjashme ilaçi që e shëron kancerin, ku pretendohet për produktet ndryshme vetëm sa për me gjeneru klikime dhe në këtë rast edhe me gjeneru fitime nga klikimet. Dhe e dyta është për me shit produkte cilat njihen si popullore të na, krijohen prej personave ndryshëm në territorin e Kosovës ose jashtë Kosovës, prej bimëve të ndryshme cilat nuk kanë bazë shkencore dhe shitën në treg, në zezën, pa kur farë kontrole, pa kur farë mbikëqyrje, por që fatkeqësisht edhe gjejnë përdorim tek qytetarët e Kosovës, cilët për arsye që nuk janë të informuar sa duhet për këto produkte dhe i përdorin ato, qoftë nga ankth, qoftë për arsye të ndryshme, për me evitu ose për me parandalu smundjen, por edhe për me trajtu fatkeqësisht. Kemi pas ka vazhdimisht produkte cilat shiten në rrjetet sociale për me trajtu smundje ndryshme, madje edhe vetë smundjen e kancerit e cila deri më tani e dim që është e pashërueshme. Por sigurisht që mediat fatkeqësisht nuk janë në nivelin e dur sa i përket shëndetit, postimeve, artikujve cilat i publikojnë për shëndetin, dhe kjo ndodh në shumicën prej mediave tona, sepse ndodh për shembull një X portale e plason një artikull sa i përket shëndetit dhe i njëjti me një titull senzacional, që shet dhe pastaj copy-paste qarkullon për shumicën e portaleve pa kurfar redaktimi, pa kurfar editimi ose pa kurfar